Do të bëjmë ndërtimin e kapaciteteve bashkë me Shqipërinë, do të punojmë në gasifikimin e Qymyrit për prodhimin e energjisë, si dhe në impiontin për prodhimin e energjisë nga mbeturinat. E kemi sistemin e baterive me kapacitet 340 MWh, me mbështetjen e grantit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vlerë prej $202 milion, dhe që i ruan të prisat e energjisë, dhe gjithashtu kapacitetet energjike do të rriten për 100%, pjesëmarrja e burimeve të ripërtrishme, sidomos për familjet e bizneset e vogla, me qrast 30% e energjisë do të mund të eksportohet dhe maksimalisht vetëm 7% do të kemi import. E pas funksionalizimit të bursës shqiptare, të bursës shqiptare të energjisë Alpex, në 2024, do të integrojmë tregun edhe me Maqedoninë e Veriut dhe me Greqinë, duke rritur konkurrencën e transparencën në tregtim të energjisë elektrike dhe duke i eliminuar ndërmjetësit në tregtim. Do të kemi programin anë mban të transportit publik me trafikun urban dhe ndërurban të integruar me bilet vetëm €10 në muaj, sepse studimet kanë treguar që rinia në Kosovë shkon Prishtinë, em Prizren, em Prekaz, tash po shkojnë edhe Mitrovic, gjithnjë ma shpesh. Po, për shembull, shumica dërmuese e rinisë nga Vitia nuk kanë qenë një stok kur, ose nga Kamenica nuk kanë qenë një unik kur, ose nga Dragashi Shorri nuk kanë qenë kur në lap. Prandaj kjo bileta integruar €10 në muaj do të mundsoj mobilitetin e popullsisë e në veçanti të rinisë.